Malësia e Madhe ka përkujtuar ditën e dëshmorëve. Në memorialin në qendër të Koplikut të vendosën kurora me lule. Veteranet dhe familjarët e dëshmorëve folin mbi rëndësinë e kësaj dite. Nuk ka ditë dhe ngjarje më të rëndësishme se sa kjo. Nuk ka ditë dhe ngjarje më të rëndësishme se sa të kujtosh dëshmorët e tu, dëshmorët e atë dheut, ata që dhanë jetën për ditët që gëzojmë sot. Lavdi dëshmorëve të atë dheut, lavdi Shqipërisë. Sot përkujtojmë 5 maj ditën e dëshmorëve të atë dheut, duke përkullur me respekt të nderin të thellë ndaj tyre. Kjo ditë përkujtimore lidhet me datën kur heroikisht Kemal Stafa, njëri nga bitë e shquar të këtij vendi, populli i Malësisë Madhe, ka ditur të udhëhecë të luftoj gjatë lufta shkollore për liri e pavarësi. Këmbëtare sjellë për mbrojtje integritetit të vendit, të lirisë e pavarësisë, të fituar me gjak e sakrifisa. Malësia e Madhe sot numëron më shumë se 270 dëshmorë. Autoritetet vendore zhvilluan vizita në disa prej familjeve të dëshmorëve të atë dheut.